Britania e Madhe po shtyn përpara planin e përdorimit të aseteve të ngritura ruse për të ndihmuar Ukrainën në luftë kundër agresionit të Moskës. Kryeministri Keir Starmer pas një takimi në Londër me presidentin Volodymyr Zelensky i kërkoi aleatëve të ndjekin të njëjtin drejtim dhe të përfundojnë në procesin e shpllokimit të fondeve ruse. Mund të bëjmë më shumë pa aftësi ushtarake, veçanërisht ato me rreze të gjata veprimi dhe mund të përshpejtojmë bashkëpunimin për garancitë e sigurisë, deklaroi Starmer, duke theksuar se Britania është gati të lëvizë në të njëjtën linë me Bashkimin Evropian për përdorimin e fondeve të ngrira në mbështetje të Ukrainës. Takimi u zhvillua në praninë të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte, si edhe kryeministrit të Danimarkës dhe Holandës, ndërsa liderët e tjerë përfshin Emmanuel Macron morën pjesë online. Më herë gjatë ditës Zelensky u prit nga mbreti Charles III në takimin e tyre të tretë për këtë vit. Ndërkohë, SBA dhe Bashkimi Evropian kanë shpallur këtë javë sanksione të reja kundër sektorit strategjik rus në përpjekje për të dobësuar ekonominë dhe luftën në Kremlin. BE-ja po shqyrton gjithashtu një huazim prej 140 miliardë eurosh të mbështetura nga asetet e ngrira ruse. Megjithatë, Belgjika ka shprehur kundërshtime për shkak të pasojave ligjore pasi shumica e fondeve ndodhen në territorin e saj. Presidenti Zelensky e cilësoi nismën si një sinjal të fortë politik të mbështetjes ndaj Ukrainës dhe përsëriti thirrjen me armë të avancuara pasi kërkesat e tij për raketa amerikane Tomahawk u refuzuan javën e kaluar në Washington nga presidenti Donald Trump. Në përfundim të takimit, Keir Starmer njoftoi se Britania do të përshpejtojë prodhimin e raketave mbrojtëse ajrore dhe synon dërgimin e mbi 5000 armëve të tilla në Ukrainë gjatë dimrit, duke theksuar se Britania do të qëndrojë krah Ukrainës derisa kjo luftë të përfundojë.